Zoti Berisha, lironi mikrofonat. Ju lutem, lironi mikrofonin dhe merrni fjalën për replik pas zotit Bito. Gjojnë shqiptarët. Është e vërtet që unë jam i paguem nga qytetarët shqiptarë për të përfaqësuar. Tani drejt për drejt ju pyes, sy më sy ju pyes. Kush ju ka paguar që naftën t'ja jepni Serbisë me që sot flasin për Kosovën? Kush ju ka paguar që fëmijët shqiptar, minorenët shqiptar, t'i përdorni mish për top, duke i quar në protesta për të hedhur Molotov, për të dhënë të lloj shembulli mbi qytetarët shqiptar, për të dhënë të lloj shembulli ndaj rinisë shqiptare. Sy më sy dhe përballë, përgjigjuni sot se kush ju ka paguar që të bëni suflezat mbi Shqipërinë. Unë jam Ardit Bido, i zgjedhur nga qytetarët shqiptar. Ju jeni lënë në opozitë dhe do të mbeteni jo në opozit, po do të zhdukeni me votën e shqiptarve, sepse të zeza që i keni bërë këtij vendi nuk i shlyeni dot jo në këtë jetë, po as në jetën tjetër. Replik, zoti Berisha, pas... Mos dini se edhe ju shoh